Mirë mbrëma, përshëndetje. Përshëndetje më në fund. Jam e re në eksperiencat e live-it. A din çfarë, që tash je musafiri im edhe kemi me ndru kemi me ndru pyetjet. Është shumë kënaqësi më në fund arritëm, unë e kisha me shumë dëshirë këtë live, nuk duhet të mbaj shumë kohë. Po, siç edhe kemi shkruar dhe kemi njoftuar në story, në këto ditë të lëvizshme frenetike, secilit nga ne i takon të gatuaj një ditë përpara, për shembull ushqimin, apo dhe të konsumoj ushqime që duhen ringrohur. Nuk e di, lexojmë studime, lexojmë artikuj, nuk e di sa e rrezikshme është kjo. A mund të konsumohen ushqimet e gatuara një ditë përpara dhe të kenë, të themi, dhe t'i marrim të njëjtat vlera ushqimore? Atëherë, është interesant se do diku i lexova do mesazhe, dikush që e ka postuar diçka që është rrezik, sa i përket studimeve ose rreshesave, analizave që i kam bo unë, në fakt, edhe kohëve fundit është sidomos për shkak të kohës që e kemi të kufizuar dhe është prep mail, është një gjë stil modern që t'i gatuajmë paraprakisht edhe t'i marrim me veten. Edhe t'jam e sinqert, edhe unë shumicën e ushqimeve i gatuaj sepse nuk kam mundësi të gatuaj 2 herë, 3 herë vakte të shëndetshme në ditë. Pra, mbas bisedës tonë, njëna dhe lexova dhe diçka më shumë tash mos ka ndryshuar gjë. Ndërsa, sa i përket po i flas një benefiteve pse duhet ose pse është mirë, bile, sidomos patatet, nuk duhet konsumohen t'i zim tani dhe t'i konsumojmë, por duhet t'i gatuajmë një natë përpara, t'i lëm të ftofen, dhe të nesërmen mund ose t'i fërgojmë pak në tavë, në fërtere, ose t'i fusim në furrë, do të thotë janë më të shëndetshme bile. Kundër të asaj që kemi lexuar, domethënë ato që unë kisha lexuar bëj fjalë për një lloj lënde e cila kthej në helmuse nëse patatja konsumohet, pra ringrohej. E njëjta gjë edhe për spinaqin edhe për pulën, po i marrim me radhë. Unë dua ta cek një gjë që është me të vërtetë, sidomos studimet fundit tregojnë që është shumë benefitare dhe shumë e shëndetshme në qoftë se patatja zihet një natë më përpara dhe të nesërmen konsumohet. Arsyeja është sepse karbohidrati, nishestja, bëhet rezistent, ose amidoni bëhet rezistent. Çfarë do të thotë kjo? I ushqen, i shërben bakterjeve tona të mira, sidomos bakterjeve të acidit laktik, i shërben si ushqim, si fiber. Kjo ka treguar, ka rezultuar me vërtet shumë pozitive, sepse nga këto fibra, nga ky proces i ngrohjes, ftofjes dhe të nesërmen prapë të ngrohen, bëhet acidi butyrik që është me vërtet duke u studiuar edhe më shumë, jo vetëm për çështjet e inflamacionit, por është edhe sidomos për Alzheimer ose këto që prodhon këto acide yndyrore me zinxhir të shkurt pikërisht nga nishestja rezistente, nga amidoni, do thotë karbohidratet gjatë zjerjes, të nesërmen janë ftoftë 12 orë, i gatuajnë përsëri. Unë i rekomandoj të gjithë që t'i gatuajnë patatet një ditë përpara dhe të nesërmen t'i bëjnë. Do të kurse në kohë, por edhe kanë këtë benefitin e nishestës rezistente. Pra bën mirë ta gatuajmë përpara, definitiv. Javë dhe ta mbajmë në frigorifer për në ditët në vijim. Çështja e nishestës, kësaj çështja të karbohidrateve apo amidonit që bëhet rezistent, sepse ky nuk tretet tani në zorën tonë dhe ju shërben bakterjeve tona, bakterjeve të acid laktik si shërbim, si ushqim, si fiber. Pra është gjëja më e mirë e mundshme. Këtë gjë mund ta kemi edhe tek orizi i thjeshtë, i bardhë, apo edhe tek pastat. Do të njëjtë gjë mund ta bëjmë. Po, për orizin e kisha dëgjuar këtë që nuk duhet. Te orizi kur të është vetëm orizi i bardhë, të nesërmen unë tani lexova dhe Ministria Federatës të Rrezikut. Do të thotë, arsyeja pse mund të shkakton gjatë zirjes së orizit, nëse është i përzier me perime, për shembull atë orizin e kuqe e bëjmë ne. Ne nga Kosova e themi një oriz të kuqës, një lloj burjone, nuk e di nga vije emri, por gjithsesi është me piper të kuq, me perime e tjera të tjera. Ky orizin nëse gatuhet sonte natën, konsumohet në darkë dhe qëndron në temperaturë të dhomës, të darkën ose derisa t'i lojë mend, pas darkët ja qëndron në temperatura të dhomës, atëherë
është rreziku që munden të formohen dy bakterie të rrezikshme, që në fakt ato dy bakteriet i rezistojnë temperaturave të larta dhe ato kanë vezët e atyre bakterieve, të sporeve, që këto mund të shumëzohen në qoftë se rrinë në kohë të gjatë të pa ftofur. Do të thotë, një oriz i bardhë, që e kemi zirë sonte, na ka mbet për darkës, nuk kemi futur asgjë në ato orizin, vetëm oriz me ujë. Mund ta konzumojmë të nesërmen pa frikë, absolut, pa merak. Ndërsa, në momentin që i kemi futur brenda substanca tjera, ushqime tjera, është rreziku i kontaminimit është më i madh që formohen acidi Bacillus cereus, janë dy lloje të acideve të baktereve, që mund të shkaktojnë probleme në trupin tonë, mbase i rezistojnë temperaturave të larta. Dhe këto shumëzohen. Që nuk futet në frigorifer. Nëse futet në frigorifer, kjo mund konsumohet pastaj pa merak. Pikërisht, sepse ishte problemi edhe jo vetëm i shtëpive tonë, ne që gatuam, po ta marrim parasysh në gjitha ato në kompanitë ku jepet ushqim të gatshëm, do thotë që bën ato zinxhirët e ushqimeve. Ato duhet i përmbajmë për ato hira dhe i lexova, mos ka ndryshuar gjë në temperatura, në qoftë se i zim dhe i mbajmë në temperaturë deri në 65 gradë, edhe mund t'i transportojmë, për shembull ato orizin e mbajmë në furr 65 gradë gjithë natën, ai nuk ka mundësi të formohen këto shporët, këto vezët. Po, nga momenti që ka kontakt me ajër, nga momenti që ka kontakt me oksigjenin, me aromat në dhomë, apo në furrë që mbetet, ekziston mundësia të formohen të pikërisht dy bakteriet që shkaktojnë tani infeksion trup, diare e tjera. Nëse pra e keni të përzier me perime me diçka tjetër, mirë është ta fusim frigorifer, nëse është vetëm i bardh, pa merak mund ta konsumojmë. Më lejo vetëm një sekond, dua t'i falenderoj të gjithë që na janë bashkuar, që nga shumë interesante live, shumë me eksperiencë televizioni nuk arrit të shikoj në korale ata që më ndjekin, por që nga shumë interesante. Dhe nëse kanë ndonjë pyetje të shkurt për tematikat që po flasim, se jo, mund edhe të na komentojnë apo të na shkruajnë. E din e dashur, e din ta ndërprej e dashur ku ndjem këtu një hap para ti, mbase kam pak përvojë me live në Instagram. E sigurisht që ndjenje që e ti kur je para kamerës edhe më shemë në intervista dhe qysh më kapin ato temperatura trupore. Kështu që interesant. T'ja marrë dorë shpejt edhe unë. Definitiv. Shumë bukur, po duket shumë mirë por pa. Spinaqin, mund të themi diçka për spinaqin. Spinaqi konsumohet edhe i pa gatuar, edhe i pa zier kur është i vogël. Ndërkohë që edhe mund t'i japim një val edhe ta gatuajmë. Spinaqin edhe pulën, se për këto kisha dëgjuar, pastaj nëse ke dëgjuar ti për diçka tjetër e shtojmë. Atë tek spinaqi është rreziku, në fakt spinaqi është një bimë që është i rrezikuar ka sasinë e nitritit shumë të lartë, nitrat që në trup mund të shkaktohet si toksin. Dhe këto formojnë tani toksin. Do thotë, spinaqi nuk do të ishte mirë të gatuhet, të ftofet, të gatuhet përsëri, pikërisht për sasinë nitrate që në trup mund të jetë edhe toksina. Por të gjitha perimet që kanë sasi të larta të ujit nuk konsiderohet ose nuk rekomandohen të ngrihen, të shkrihen, të gatuhen, që të gatuhen. Ndërsa spinaqi, nëse bëjmë një pite me spinaq, atëherë mundësisht të gatuhet, të konsumohet brenda atij vaktit, sepse nuk e lë. Po jo vetëm spinaqi, është edhe një mangon, është një lakër tjera që ka sasi të nitritit po ashtu. Do të thotë këto substanca ose zelinoja ka po ashtu janë disa produkte, disa ushqime, disa bimë që kanë sasi të lartë të nitratit dhe këto mund të shkaktojnë toksina në trup që nuk do të rekomandoja t'i konsumosh 2 herë. Ndërsa, kur jemi tek spinaqi, momentin që gatuhen edhe kjo është edhe ideale. Po për pulën? Pula është në fakt, tani po të flasim për ato pulat e katudet që ndoshta moti kohë që unë i ndjej nga njerë dhe atë aromë bie malli, kam nostalgji për ato pulat që janë këtë bio. Definitiv ke mujtë të gatuash një natë dhe të nesërmen ta konsumosh, ta ringrohesh pra, do thotë, të kuptohet, por mundësisht të gjitha këto si që patëm edhe tek orizi të mbeten të futen në frigorifer. Pra mos se kanë mundësi nga ajri dhe nga kontaminimet që i kemi në dhomën ku rrim, në ambientin ku rrim. Pra të futen në frigorifer, por gjithsesi edhe pula mund të gatuhet sonte,
të mbyllet mirë, të mbyllet mundësisht hermetikisht, mos të ketë vakum dhe të nesërmen të hapet përsëri të futet. Nuk do ta kisha rekomanduar të futet në mikrovalë, ose pra mundësisht të jetë në ujë të vluar, që ta përjetoj temperaturat të larta, ose në skar, ose në furrë në temperaturë të lartë, pra gjithsesi të shtofët edhe të nesërmen, jeti nështrohet procesit të gatimit, sikur të thënë parë. Dhe siç edhe orizi është mirë që të kemi kujdes mënyrën e ruajtjes. Mirë, disa nga ushqimet i sqaruam, sepse sa herë i gatuaj dhe më duhet t'i ringroj gjithmonë, më vinë në mendje ato që kam lexuar dhe më mirë që i sqaruam tani një herë mirë. Ndërkohë që lexoj dhe një koment, se thash unë jam edhe më duket shumë interesante që pas ke dhe kompliment, Adriana i njeriu më pozitiv që Faleminderit që e keni markuar dhe jeni këtu, kështu që pavarësisht se ne mundohemi të japim diç, është edhe koha juaj e vlefshme që jeni këtu. Edhe është vonë, nuk është thua herët. Dhe dark. Diçka tjetër që lexoj prapë më bëri përshtypje dhe nuk jam e bindur a ishte e vërteta apo jo, ishte një informacion që toni i konservës, toni në kuti pra, është më i shëndetshëm se toni i freskët për arsye të sasisë së mërkurit, sepse konservat bëhen me peshk ton të vogël, ndërsa toni që konsumojmë ne mund të ketë mërkur më shumë sepse mund të jetë më i madh. Nuk e di a është e vërtet kjo apo edhe këtu të bëjmë me, të themi, jo të vërtet. Atëherë më ke shtirë në siklet, sepse kam hyrë të lexoj më shumë sa i përket tonit ose peshkut, pse dhe ishte interesant se me të vërtet përgjigje të saktë nuk gjeta në ato resheshje që e bëra unë, por ishte pikërisht kjo sasia toni i peshkut që e blejmë të freskët, është ai giganti deri në 5 metër i gjatë, po 40 vite mund të jetoj, dhe sasia e mërkurit që e përmban dhe që konzumon, që ushqet, sepse kjo është gravicar i ushqet prej peshqve të tjerë, sasia që e mban në trup është shumë e lartë e mërkurit. Dhe kjo pikërisht këto e bën të dëmshëm, edhe pse kishte dy kundërshtime. Amerikanët thuan që pjesa ose sasia e rrezikut do të ishte 0,6 miligram për 1 kilogram të peshës trupore. Pra është shumë e vogël. Kjo do të thoya do duhet të hash ndoshta 200-300 gram një ton në copë, edhe ato çdo ditë, do të thotë në ditë, 0,6 miligram në peshë trupore në ditë. Dhe ishte me të vërtetë e vogël. Kur ti marrim parasysh të dashur sa toksicitetet i kemi, sa metale të rënda marrim nga kozmetika, nga ambienti, nga ushqimet, e tjera mos i hym këtu se me të vërtetë ka shumë jemi të ekspozuar me toksika. E lem këtë nuk zgjatemi më shumë. Pra është vetmja kjo ishte që ndoshta një gjë ta them ose ta përmend kohëve fundit kemi edhe studime që dhe këto nga kanaqet, nga fakti që e kanë metalin nuk janë edhe të shëndetshme. Mirë, do t'e sugjeroja, sidomos për nënat, shtatzën, gjithdhënje, definitiv të mos konzumojnë ton, më mirë pato, ndërsa për të tjerët, më mirë të marrin nga shishet, nga gotat e qelçit, që ka tani, janë më të shëndetshëm se sa nga ato metalet e aluminit që përmban brenda. Por gjithsesi jo të pashëndetshëm. Pra, për krahasim, nëse do zgjedhim tonin e freskët, kanaqe apo të shishës të qelçit, do ta merrja të shishës, të xhamit, sepse është më i shëndetshëm dhe më pak i mbushur me metale në rënd, me merkur. Ndërsa kjo freskët ishte përmban kutia, po themi, në kanaqen ato kutia të metalet që kemi, po? Monitorin që e mban kutia. Pikërisht, po. Do të thotë, kjo ishte që është më shëndetshme se e freskëta pikërisht për ato sepse përmban më pak mërkur, ndërsa këto që e blejmë të freskëta janë më të rrezikuar. Tani kishte edhe studime që tregon jo vetëm sasia e mërkurit e bën më të shëndetshëm të kanaqes, të dozës, të kutisë, sepse këto peshqit shumë të mëdhej, që janë gjigant, e kanë edhe peshkimi i tyre është shumë i rrezikshëm, edhe peshkimi i tyre është shumë brutal,
sa që shkakton që edhe ato omega-3 që e përmban në vete, sasia e aty peshkut të madh, nuk është më e shëndetshme për trupin e njerëzit. Do thotë, e kishte një studim shumë interesant që duhet të shikohet, në qoftë se blejmë peshkun ton të freskët, të shikojmë që ta ketë edhe atë zigël, atë vullën që e kanë pas një peshkim të mirëqend, të mirësjellë, më të kujdesshëm. Me kushtet e duhura. Me kushtet e duhura. Sepse edhe kjo ishte shumë e rëndësishme sa i përket cilësisë të peshkut, pra zgjedhja do të ishte më mirë e kutisë dhe jo e freskët pikërisht për sasinë e mërkurë, sepse mërkuri në trupin tonë vëndëm. E peshkimit. Po, e thamë, edhe këtë nuk ja vlen të ndalemi më shumë. Një nga ushqimet që ka filluar të konsumohet edhe është si trend i momentit, nuk e di në Gjermani, po në Shqipëri apo në vendet të tjera të Europës është sushi. Po ne të themi, sepse më pëlqen kur e sjell bisedën me atë traditën, mënyrën sa ndikonte ne mënyra si jemi ushqyer në fëmijëri. Ne nuk jemi rritur me sushi. Ka është e përgatitur të themi organizmi ynë për këto ushqime të reja, jo vetëm për sushi, por edhe për krudot që konsumojmë. Ç'mendim ke për këtë ushqim trendi? Atëherë, përveç se prapë do të nisëm ata që kanë një sistem imunitar të dobët, t'i largohen sushit, nuk kanë vdekur pas sushi, nënat gjithëni dhe 7 zonët po ashtu, sepse është një ushqim që nuk është i gatuar dhe rreziku me bakteri, me salmonellet, me myku, me gjëra të tjera është më i madh. Pra le të mbeten pa sushi. Ndërsa sa i përket trendut, në fakt vetë fakti që sushi bëhet edhe nga algat, e kanë atë pjesën e përmbështjelljes së sushit është nga algat. Alga është një ushqim fenomenal, një omega-3 që i duhet trupit ton, po të jetë cilësor. Algat pra të shtresën e zezë, apo jo? Sa zezë është alga, është gjëja më e mirë e mundshme që mund ta marrim. Pastaj tjetra është orizi i bardhë që jepet në sushit në brenda, është në fakt një burim i karbohidrateve, është oriz i larë, pa lëvore, thjesht është vetëm karbohidrat, vetëm sheqer brenda, është një burim i mirë energjisë, pra ata që mendojnë të humbin peshë, ndoshta nuk do ta rekomandoja, sepse është një kalori bombe, pra nuk ka lëvore, nuk ka minerale, nuk ka vitamina, por vetëm karbohidrate thjesht. Karbohidrati pastër. Dhe pjesa tjetër është natyrisht tani sasia brendësia e saj, qoftë salmoni, qoftë avokado, perime tjera. Pra një kombinacion i mirë varet tani edhe nga përgatitja nga higjiena e saj, do të thotë jo çdo kush duhet ta bëjë atë, sepse kemi rregulla strikte të higjienës, mbase të gjitha produktet janë shumë të freskëta, të gjitha produktet nuk gatuar dhe aty mjafton një kontaminacion i vogël me një mish të pulës diku në qoshe dhe e ka marrë fundi gjithë sushi. Përndryshe si ushqim është i mirë, është benefitar sepse përmban një porcion i sushit, i përmban të gjithë makronutrientët që i duhet pjatë, do të thotë proteinat që e ka peshku, i përmban edhe karbohidratet, edhe pse nuk janë komplekse, por përmban, por edhe yndyrat, sidomos omega-3. Pra janë ushqim që me të vërtet duhet ta marrim. Pra mund ta fusim, mund ta bëjmë pjesë të ushqimit dhe të traditës sonë. Pse jo, e tani sa i përket shëndetit të zorës, çfarë mendon ato? Të them fakti që qoftë karbohidrate të lehta do të përpunohen ende pa unisën e zorë, alga është një ushqim që i duhet edhe shëndetit të zorës, pra omega-3 ish përbën të, por edhe vetë salmoni apo vetë peshku, varësisht çfarë peshku ka, në përgjithësi i bën mirë edhe zorës, edhe pse është i pazier, i duhet më shumë punë, do të thotë mbetet diku disa orë ta përpunoj. Pra nuk është sikur se një sallat apo ta mbushim një pjatë me qishra që do t'i duhet 2 orë, ta tret, ndërsa te kjo i duhet sa orë të punoj, por gjithsesi i bën mirë edhe fakti që në fund nga gjitha ajo pjata, kur në fund shkëmbehet që dhe vi deri te transporti i të gjithave të mineraleve, vitaminave dhe benefiteve lëndushqyese që i duhet zorës, ajo është fenomenal sepse i përmban me të vërtet gjërat edhe pikërisht te kjo do dua të nisem prapë te kjo nishesja që përsëri po vi, te acidi butyrik, fakti që orizi zihet një herë dhe tani plotësisht ftofët, do thotë i duhet të ftofët, e bën këtë më të mirën me amidonin, që zora, edhe po që se është shumë ushqim i ngarkuar, zora e mirë pret se ushqehen acidet me këto fibra, do të me këtë sasi të lartë të amidonit, të nishesës rezistente, ushqehen bakteret të mira dhe ato e adhurojnë këtë gjë.
Kështu që le të orizin, patatën, mos harxojmë kohë gjatë javës, le t'i para përgatisim në fundjavë dhe i kemi mirë për javën në vazhdim. S'mund të themi këtë gjë për spinaqin, kemi kujdes pastaj për kushtet e higjienës dhe ruajtjes së pulës apo të themi edhe kur kemi gjellë të përgatitura. Nuk dua të të mbaj shumë kohë, sepse vetëm se dua ta mbyll me një je gjithmonë, rekomandon gjithmonë, e quan zorën trurin e dytë dhe rekomandon gjithmonë të kemi kujdes ato që konsumojmë sepse i bëjmë favor apo e dëmtojmë shëndetin tonë nëpërmjet shëndetit të zorës. Të kujdesemi për shëndetin e zorës për ta mbyllur. Tani një herë në orën 9:30 nuk besoj se rekomandon më për të konsumuar diçka. Tani duhet zora vetë është para përgatitur të pushoj, ajo ta bëj punën si duhet dhe do të ishte tmerr të japim tani ushqim. Them sinqerisht kam mikesha, kam edhe njerëz që nganjëherë fakti që kjo mbas orës 6 të mbyll, mos të konsumohet më sepse në kulturën tonë ka mbetur, sidomos nga Kosova, nuk e di në regione tjera, në vise tjera si, po në Kosovë, ne nga Prizreni, mbas darkës, ora 7-8, kemi filluar të pim çaj të zi me gjërat budallaqe. Dhe këtë gjë sinqerisht qoftë familjarëve të mi apo edhe shoqërisë dal nga dal kam nis të influencoj, kam nis ja hek edhe më thonë kur ti marrim me ul me pi diçka se me hongër ndoni diçka aty na kujtohesh ti. Kështu që është një gjë që me të vërtet nuk duhet ta konzumojmë sepse sidomos kjo sneku aty këtu këto gjërat as vakte nuk janë as vakte. Shohin televizor vonë edhe shtohen këto konsumi këtyre patatinave pa ushqimeve të gatshme. Kjo do të ishte, kjo është vdekje prurëse për zorën. Në fakt, përmendëm për sushin është diçka ndoshta trend, edhe pse është trend tek ne, sepse në vendet aziatike aty është konzumuar më vite dhe ata janë të parët sa i ketë shëndetit të zorës. Ata e kanë që nga lindja, për ne është i fituar. Është i fituar, por jo është benefitar, nuk është që i dëmton, por budallaqe do të thotë kjo tjetra sa i përket të përpunuarave, kjo është vdekje prurëse dhe nga kjo duhet të bëjmë, është vështirë të bëjmë rezistencë, sidomos të përpiqemi. Mendoj që dal nga dal, nga një mund t'i largohemi dhe unë e them gjithmonë ata. Në fund e vren derisa ta kupton edhe te klientët derisa ta kupton që gjuha e trupit të falenderon atë natë që ti nuk e konzumuar si chipsa ose patatina, këto të gjitha abuzimet që ja bën, ke me vret që trupi yt ka me të falenderuar atë natë. Unë kur të ndodh ndonjëherë jam njeri e pranoj, më ndodh nganjëherë që edhe unë e marr diçka qoftë kur jam musafir ose kudo që të jam, edhe është interesant atë natën jam si hapur. Luftë bën trupi im. Dhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme, sepse ti e vren dhe kjo është edhe motivacioni i brendshëm që ti tani nuk e përsërit më. Dhe kur ndodh mua që jam në këtë fushë me vite, atëherë ju ndodh edhe tjerët mund ta bëjnë. Nëse kemi abuzuar një natë përpara ditën e nesërme, interval fasting, gjëja më e mirë e mundshme. Kjo me të vërtet edhe shkencarisht është e vërtetuar, jo vetëm që marrë çmimin Nobel për këtë gjë, por edhe jetë gjatësinë e ADN-s tonë e rrit, edhe reciklimin e qelizës, edhe bëja një pauzë, thash edhe zora të falenderohet ato që derisa ta pastron ato që e ke abuzuar natë. Nesër më bëhet sa orë mos konsumo fare, edhe gjëja më e mirë që botë. Dua të falenderoj shumë. E kam bërë gati unë, gotën e çajit, e kam me aronja, se të kam... Unë e kam, e di çfarë bëj unë. E di çfarë bëj unë për ta detyruar. Ta them thojza nganjëherë kur harrojm të pim ujë, me qëllim e marr një gotë shumë të madhe që ta përfundoj ujin. Unë e kam çaj të lules, më duket është trëndafili i egër. Por gjithsesi edhe aronja është gjëja e mirë që po ja bën edhe flen mirë sonte. Të faleminderit shumë. Elderberi ose
lule shtogu, i themi ne në Shqip, ose aronia në fakt gjatë dimrit përpiqem ta konsumoj sepse për imunitet. Janë të mira për imunitet. Ka dhe fibra që ta shqetësojnë sonte edhe zorën. Tjetër vetëm për këto bime medicinale atëre. Definitiv. Ishte shumë kënaqësi, shumë bukur po dukesh. Shumë bukur. Të fillimit po me zor orientova, Faleminderit. Edhe pak para se më ik, do të thotë unë po provoj ta ruaj këtë live-in, por është tani tek profili im. Kështu që të gjithë këta që kanë ardhur nga faqja jote, mund të kalojnë te profili im që ta ndigjojnë live-in, se e di që ruhet, por nuk e di si mund ta kthej tek profili im. Një mënyrë për ta transmetuar dhe do ta nxjerr edhe unë te profili im. Okej. Falenderoj. Faleminderit shumë Betosh, ishte kënaqësi, ja. Dëgjoni. Që na ndoqën edhe shpresoj të kemi ardhur në ndihmë këshillat Po shpresoj se na falin sonte, këta se disa dhe kanë shkruajt, por gjithsesi këta janë shumë të mirë. E din kur i kemi Tranvera, faleminderit. E din sa të mësohem unë që të orientohem edhe me aktivitetin me sa. Edhe në tjetër ju premtojmë, kur jenë t'i live nga profili yt, atëherë do t'i përkushtohemi edhe audiencës më shumë që të gjithë që kanë pyetje, për ndryshe ofroj ju që keni pyetje, që keni bë pyetje këtu dhe s'kemi më të përgjigjemi, të lutem, ju lutem, niseni në DM dhe do t'i përgjigjem të gjitha. Okej? Ju faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit për energjinë. Gjithashtu. Okej. Si të dalë tani?